që ta ndjekim edhe t'inkuadrohemi në Ligën B me qëllim që skuadra kombëtarja të rritet më shpejt. Çfarë ka sjell të re te Kosova Foda? Po ka sjell edhe puna më kualitative, ka sjell disiplinë, ka sjell organizim, do thotë njëkohësisht ka futur edhe një konkurrencë brenda skuadrës. Dhe tash shohmi mënyrën e lojës, do thotë mund të them, po sigurisht edhe ju e keni vërejtë edhe opinione që disiplina në lojë është ma e theksume. Do thotë ky është i njohur për këto gjëra dhe i ka dëshmu. Do thotë punën që e bën në stërvitje, teoritë që i ka me lojtar, bisedat me lojtar, su kur kanë fillu ata edhe më herët ta kuptojnë filozofinë e Fodës edhe ta aplikojnë edhe në lojë. Po vret, në fakt edhe një atmosferë më e mirë, edhe tek fotografia që u publiku nga kapiteni Amir Rahmani, edhe tek ato videot pas përfundimit tek festa, po vret një atmosferë më e mirë tek djelmosha tonë. Se ndoshta kemi pasur disa incidente që e kanë përshkruar grumbullimet të mëhershme. Drejtor. Atë që nuk duhet të kthehem mbrapa, po nuk ka pas incidente të cilat kanë ndiku në performancën e skuadrës. Ato incidente janë improvizu, janë shpiv nga të tjerët, nga se nuk kemi pas një incidente, po ka qenë një nuk e di, Lorik, interesant edhe sot kur e menoj gjithmonë para një tubimi, diçka është mendu që të bëhet edhe të destabilizojmë kombëtaren. Kush po mendon që po bëhet një gjë e tillë? Po nuk di, unë tashmë janë të njohur ata njerëz, ata eksponent të interesave, të cilët nuk e di, por nuk duhet të kthejmë mbrapa dhe nuk duhet të merrem me ato. Kundër kombëtarës, drejtor? Ka dikush interes kundër kombëtarës? Apo kundër individëve që janë... Po ka dhe kundër kombëtarës dhe kundër individëve që janë në kombëtare, kështu që ne po shohim edhe analist Lorek se ata shohin veç zi në kombëtare e Kosovës. Asnjëherë nuk shohin bardh. Edhe si ti cilësojmë ata, do ta kanë një qëllim ose kanë inate personale me dikon, apo si ta lidhim, nuk po e di as vetë, nga se në një kombëtare ose në një skuadër është e pamundur që të ketë gjithë zi aty. Po. Disa interpretojnë që kombëtare ka gjithçka zi, por kjo dëshmu që kombëtarja gjithmonë ka qëndru mirë, pavarësisht me disa probleme që kemi pas, ne pranojmë, do të kemi mujtë edhe më tepër, por jo gjithmonë ti e kërkon, e arrin ato që e kërkon. Futbolli është i paparashikueshëm, nganjëherë edhe ai planifikimi jot për të pa vetën më lartë nuk realizohet, kështu që tash ka ardhur një moment që jemi ka shkoj mirë, jemi në një rrugë të mirë edhe të shohmi fundin. Po krejt kjo që është Lorik është e ka një qëllim. Që ne një kampionat do të me marrë pjesë me këtë gjenerat që kemi. A është e arritshme? Është e arritshme, definitivisht është e arritshme.